Rrugët dytësore në njësinë administrative të Bërticës vijojnë të mbeten problematike për shkak të mungesës së asfaltit, kanalizimeve dhe pranisë së ujëra të zeza në sipërfaqe. Banorët theksojnë se situata është thyer në shqetësim serioz për shëndetin dhe jetesën e përditshme. Rruga ndodhet rreth 200 metra pranë harkut të Bërticës, shumë afër aksit kryesor, por prej 30 vitesh nuk është kryer asnjë investim. Situata bëhet edhe më shqetësuese pasi nxënësit e shkollës lëvizin mes ujërave të ndotura. Probleme paraqesin dhe kanalet anësore në segmentet ku ka pasur investime, pasi mungon pastrimi i duhur nga barishtet. Kjo është shumë shqetësuese për ne kjo rrugë. Nytësina, Baja, Gushtica, qa me thonë, na kena mjetë ma kesë se kurna. I bëj thirrje bashkisit, ne godisin edhe ne si të tjerëve, se kena mjetë veç kurkuj. As mesjet nuk është rruga si në lagjet një të ku kam shpirt një do. Si ka met pa u bon, sepse ka met, se di, tonë kanë thënë, dhe të bojmë, se kanë bon. Banorët e Bërticës mbeten me shpresë që shqetësimi i tyre do merret në konsiderat nga pushteti vendor në mënyrë që cilësia e jetesës së komunitetit të kthehet në normalitet.